Një vajzë 14 vjeçare nga një fshat i Drenasit e ka marrë guximin që pas një viti që është abuzuar seksualisht me të, ta denoncojë në polici 58 vjeçarin Jahir Gashi. Kjo historia ka ndodhur gjatë vikendit. Por tek sot, viktima më është lajmëruar edhe më ka rrëfyer se si ka ndodhur krejt rasti. Ajo thotë se me të dyshuarin është takuar tek një dyqan afër shkollës së saj. Të shkun qytyre, se na kena shumë ofër qytyre, të shkun qytyre të aj, do ma atho aj na e ka jush, me dësene, ju vish më po dhe që qik tjetër, i jush ishte shumë qika, ko të reja. Në këtë dyqan, si pas viktimës, kanë shkuar shumë fëmijë të asaj shkolle. Ajo shitoria që e ka pas Jahiri, domethënë është shumë është 800 metra afër shkollës, apo? Po. Okej. Aty shkojnë frekuentojnë edhe shumë nxënësa të tjerë. Këtë fshoti, po. Emrin e fshatit dhe emrin e shkollës nuk do ta bëjmë publike për të ruajtur identitetin e viktimës. Por pak a shumë, kjo është historia e saj. Që ka ndodhur që e tregove shtëpisë? Ju këtë se ka disa e më ka kërcenu. Okej. Edhe masanej, bobe e ka njega ato, edhe dikur i ka ika si kjo i ka gro kjerë si i tren, do më thonë, shkur të shqip. Edhe i ka ikë bobe, se janë ko 5 vete njëk, do më thonë ato. Okej. Me kjere të ndryshme. Okej. Edhe e ka tu edhe i ka ikë të i për largë, do më thonë. Edhe, do më thonë, shtunën, e ka pu edhe bobe, do më thonë gjëngjore, kur më ka hypaj me edhe më kërë. Rastin e fjalë ka ndodhur me datën 5 prill, kur ka qenë hera e fundit kur dyshohet që i dyshuari Jahir Gashi e ka dhunuar viktimin 14 vjeçare. Por si gjetën policia provat? Tani ç'është edhe rasti që nxjerrën policia? Se bobi ka shku ka kalzu në polici, a muaj në stop se ka pranu. Ka thonë veç që ka morë, ma ka që dërën, e kom morë, edhe e kom lorë të një rreth. Edhe na muaj ka morë kamerat e ka vërtetu që nëse kom që dërën, kërkujt heq. Okej. Edhe i më ka morë, edhe a i nuk ka thot që e kom që villa, mu në kom shku tani bashkë me bobin, me që të kushin e dërën, edhe kom kalzu, kua villa ose hotele. Pasi i kanë siguru krejt provat e kamerave dhe kanë dhënë deklaratën në polici, Jahir Gashi është arrestuar dhe është ndalur në 48 orë para burgim nga prokuroria. Por a ka mundësi që të jenë edhe viktima tjera të Jahir Gashit? A jeni afër aty në katun me ta? Po te i përbële, so kështë kështë që tja. Okej, do jeni kënshi. Po në me një veç. Okej. Do të thëmë për post që kanë qenë të një fshati, ata janë edhe shumë afër, janë komshi. Si që të gjuat, ajo tha jeni me një megjë. Pse ke vendosur me kallëzu këtë histori? Se me ko viktima fundit, që ka mund me ndudhë atine ose na qikës tjetër. A beson t'ja keni që ka pas edhe raste tjera? Ndërku më kalëzoj ke edhe për shu që të një, a që shkë që më bashkë me të në shku nga njenë konë. Deri me tani, për post kësaj viktimes 14 vjeçare, nuk ka ndonjë viktim tjetër që ka paraqitur rastin e polici. As prokuroria nuk ka dhënë ndonjë informacione se janë duke hetuar të tjera viktima. Pas kësaj videos, kush është ky Jahir Gashi?